Përshëndetje të gjithëve. Sapo përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal po rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam 2 herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor. Indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte ndodhte gjithmonë atë muaj që prej këtij viti që kanë ata një korrik në vitin 2026, pra ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga ata një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit, kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredi të buta, të cilat do të jepen me normë interesi 0 për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermierë, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Pra në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë 2 ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligji që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme në drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementeve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij projekt ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj, një projekt vendim i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një projekt vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agjendave, për reformën e agjendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 mujor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit evropian, dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian na jep
me përmbushjen e këtyre objektivave. Më konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim I cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës, së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij projekt vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e antarëve të bordeve. Në fund fare ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim I cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu I hapim rrugën dhe programit I cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, nuk e di nëse kanë një pyetje. Razila Myslima nga Report Televizion. Tani po. Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh post zyrës së kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftonit vendimet e qeverisë tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar prej 26 ditësh tashmë nga sheshi? Komenti që përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces I cili kërkon diligjencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh akte që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal I një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë I lartë qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit, dhe ne I detyrohemi të gjithë atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit. Unë do doja të ndajem me ju sot një, si themi, tematik e cila është e lidhur me sezonin veror dhe do të isha I hapur për çdo pyetje në këtë drejtim. Me një sezon I cili ka nisur shumë mbar sa I takon numrave, sa I takon hyrjeve të vizitorëve tuaj në vendin tonë, është në nivele rekordesh që ne nuk I kemi njohur më parë. Kemi një numër shumë të lartë pushuesish, vizitorësh, turistësh, edhe tranzituesish të vendit tonë, të cilët ndalojnë, konsumojnë në vendin tonë dhe I japin shumë ekonomisë sonë. Do doja të theksoja tipologjinë e re të plazheve publike, sepse mund të jetë krijuar edhe një keqkuptim kur ne shikojmë që ka zonat plazheve publike, pra që theksohet që janë publike, por që duke qenë se janë të menaxhuara nga bashkitë, nuk kuptohet qartë tipologjia. Kemi një risi të rëndësishme si vjet, sa I takon menaxhimit të stacionit të plazhit, për të bërë të mundur që të kemi një regulator në treg sa I takon çmimeve dhe tarifave, dhe duke shtuar një tipologji të re, që është tipologjia e plazheve publike të menaxhuara nga njësitë e vetë qeverisës vendore, kemi bërë të mundur që krahas plazhit të Virgjë, pra të pastër në kuptimin të lirë, pa asgjë ku qytetarët mund të hedhin
peshqirën e tyre dhe mund të vënë çadrën e tyre, mund të vënë një stol të tyre që e marrin me vete me mjet apo nga shtëpia dhe mund të bëjnë një pushim në plazh të lirë, pas një pagesë dhe pas një pengesë. Kemi edhe tipologjinë e plazheve, të cilat disa bashki kanë vendosur tashmë, që kanë të gjitha shërbimet, pra kanë dhe çadra, kanë dhe shezlong, kanë dhe një shërbim, po themi, më të zgjeruar hidrosanitar, edhe nga pikpamja e higjienës, po edhe nga pikpamja e dusheve apo e kushteve tjera të pushimit në plazh, i cili në disa prej bashkive është tarifuar me disa prej tarifave të cilat kanë tavane. Për shembull, në disa bashki mund të jetë 400 lek, një çadër bashkë me 2 shezlong, në disa bashki mund të jetë 700 lek, në bashki të tjera mund të jetë 10.000 lek, dhe kjo gjë është bërë sepse në varësi të llojit të plazheve, në varësi të raportit të madhësisë të plazheve me numrin e pushuesve, për shembull kur shkojmë drejt jugut, drejt Samilit, natyrisht që kostot e mirëmbajtjes së këtyre plazheve dhe kostot që janë gjatë periudhës, si më thënë, jashtë sezonit për t'i mbajtur rërën, për të ruajtur plazhet nga erozioni, nga si themi ndikimi i detit gjatë dimrit e tjerë, kostot që bashkit kanë, kostot që këto brigje kanë janë shumë më të larta. Për këtë arsye edhe kërkesa është e lartë. Njëkohësisht ka disa tarifa që janë pak më të larta, si kjo që sapo përmendë. Duhet të theksoj që tipologjitë e plazheve kanë bërë të mundur, pra që janë të publike dhe të tarifuara nga bashkitë, kanë bërë të mundur që dhe plazhet private, krejtësisht të menaxhuara nga subjekte private, të ruajnë tashmë në çmimet e tyre këto tavane, sepse e kanë, si më thënë, të konkurrueshme ofertën e tyre nga këto plazhe që menaxhohen nga bashkitë. Pra dhe njëherë rritet aksesi publikut, rritet cilësia dhe garantohet për publikun, për çdo xhep, për çdo themi qytetar, mundësia për të pasur një akses shumë më ekonomik, por edhe të garantuar nga shërbimi që plazhi merr, sepse plazhi nuk është vetëm rim dhe pushojmë apo lajmi, por ne aty konsumojmë, ka mbeturina, ka mbetje, pra mund të ketë edhe nevojë për një shërbim të vazhdueshëm. Po bëjmë ç'është e mundur për të garantuar numrin e vrojtuesve. Ka pasur dhe disa ngjarje me fatalitete para se sa sezonit filloj, ose në fillim të sezonit, ku dua ta theksoj që dhe prindrit dhe gjithë shoqëruesit, gjithë ata që janë përgjegjës për fëmijët, duhet të bëjnë kujdes shumë të madh që të konsumojnë, si themi, kohën e pushimit dhe që të frekuentojnë plazhe, aty ku ato janë të vrojtuara dhe aty ku ato janë të sinjalizuara me sinjalistikë orientuese, pra që janë të menaxhuara nga bashkitë, që ka një mbulim me vrojtues, sepse në gjithë kilometrazhin e vijës bregdetare shqiptare, qoftë atë të detit apo qoftë atë pastaj të lumit dhe të liçeneve, ka dhe themi bregdetare apo breg liçenore apo breg lumore, e cila është pa menaxhim. Dhe kështu që është krejt normale që do ketë edhe plazhe krejtësisht të virgjëra, dhe kështu që duhet të jetë shumë përgjegjësi e madhe nga ana e gjithë atyre që shoqërojnë, sidomos të miturit, sidomos fëmijët, që t'i mbrojnë ata dhe të kujdesen për ta, duke mos i lënë të frekuentojnë zona të pa menaxhuara dhe zona që janë jashtë themi shërbimit të vrojtuesve. Bashkitë kanë detyrimin që në gjitha këto zona ku nuk ka vrojtues të kenë sinjalistikën e cila vendoset, kur këto janë stacione plazhi, natyrisht bashkitë nuk mund të mbajnë dot përgjegjësi për zona që janë krejtësisht natyrore apo themi pa shërbim, të cilat vetë qytetarët duhet ta kuptojnë që aty ku është e sinjalizuar është zonë plazhi dhe aty ku është e sinjalizuar ka dhe specifikën se çfarë garantohet. Kështu që të rriturit sillen ndryshe, për fëmijët natyrisht prindit duhet të kujdesen më shumë dhe në çdo stacion plazhi, pra, sinjalistika është shumë e rëndësishme që qytetarët ta kenë parasysh. Ajo është në shqip dhe në anglisht si një detyrim për gjitha bashkitë. Zoti Gonxha, marr parasysh se si kanë shkuar sezonet e kaluara verore, ka patur edhe raste të shumta kur ka patur ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të konsumit të lartë apo edhe mungesës së furnizimit me ujë. Janë marrë masat që ky sezon turistik të shkojë siç duhet, pra të mos përballen me të tilla situata në kulmin e sezonit turistik, dhe do doja një koment edhe nga ju sa i takon thirrjeve të protestuesve për dorëheqje që vijojnë, edhe ndërkohë që ju po njoftonit vendimet e qeverisë, por edhe për të gjithë klimën e këtyre 26 ditëve që është protestuar në bulevard. Sa i takon pjesës parë, task forca ndërinstitucionale që merret direkt me koordinimin e gjithë punës mes institucioneve, agjensive, gjithë aktorëve, pushtet vendor, pushtet qendror, është mbledhur, ka filluar takimet e saj dhe është në punë, është në detyrë
për gjitha aspektet që lidhen me menaxhimin dhe me koordinimin. Natyrisht problemet kryesore që ne trashëgojmë, që nuk lidhen vetëm me fuqinë apo me mundësitë e shtetit apo të bashkive, po lidhet shumë edhe me sjelljen tonë ndaj mjedisit, sjelljen tonë ndaj ambientit dhe lidhen shumë pra me kulturën tonë të mirëmbajtjes së mjedisit ku ne jetojmë dhe ku ne frekuentojmë një zonë caktuar. Kuptohet që këtu në kryefjalë tani janë plazhet, pra problemi më i madh që ne trashëgojmë është natyrisht pastërtia, pra mjedisi i pastër dhe trajtimi i mbetjeve. Natyrisht ne kemi trashëguar dhe kemi ende problematika që lidhen me shkarkime, të cilat shpesh të paligjshme, shpesh ende në zona ku nuk ka patur dot një ndërhyrje e cila ta ketë përfshirë zonën në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza apo në përgjithësi në rrjetin e kolektorëve. Kuptohet që kjo është një Shqipëri e cila ka anë mban vendit projekte të shumta të zhvillimit infrastrukturor dhe që ndikojnë direkt në ato që ne sot kemi disa prej zonave ku kemi pikat të nxehta sa i takon, pra shkarkimeve, të cilat rrjedhimisht qoftë mbetje, qoftë çfarë hedhim pa kujdes ka makinat, qoftë çfarë konsumojmë kudo ku shkojmë dhe i hedhim pa kujdes jo në koshat e mbeturinave, po në rrugë. Të gjitha këto përfundojnë nga era dhe nga, po themi, rrjedha, brejnë, lumejnë, gjithçka përfundojnë ku përveç se në det. Pra gjitha këto do të jenë natyrisht nëse një problem në Bregdet, do jenë një problem për pushuesit që do jenë në Bregdet. Kështu që kjo nuk është Shqipëria që ne duam për turistët, për ne, për pushuesit tanë, për pushuesit e huaj, duhet bëjmë çmos që ne të mos hedhim asgjë për tokë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër shteti, gjitha agjencitë po punojnë me intensitet për përmbylljen e gjitha investimeve infrastrukturore me ndikim edhe në sezonin veror. Kuptohet që sfida është shumë e madhe. Sa më shumë turist kemi, kjo është një bisedë pastaj që është më e gjatë se për këtu, sa më shumë turizmi jonë të jetë masiv, aq më e madhe sfida jonë për të përballuar trajtimin e mbetjeve që ky turizëm sjell. Dhe prandaj duhet punohet me më shumë projekte të cilat duhet të jenë integrale, të cilat duhet të jenë shumë më të qëndrueshme, të cilat duhet të jenë shumë më të plota dhe të përfshijnë brenda tyre, pra rezorte dhe pika pushimi, të cilat duhet të përfshijnë brenda tyre të gjithë ciklin e trajtimit, të gjithë shkaje që lidhet me pushuesit deri dhe tek mbetjet, në mënyrë që të kemi një turizëm sa më të qëndrueshëm. Sfida është që ne të kemi turizëm jo elitar në kuptimin e shtrenjtësisë dhe të çmimeve, sfida është që ne të kemi gjithçka mundemi që turizmi që konsumohet në Shqipëri të jetë cilësor, të paguaj shifra të tilla që të mundsojë që të ardhurat në buxhetin e shtetit të jenë aq të larta sa të bëjnë të mundur që ne të përballojmë jo vetëm muajt pa fluks të lartë turizmi ku e përditshmja jon duhet të jetë e sigurt dhe një cilësi jete sa më e lartë, po edhe fluksi i turizmit të jetë i përballuar dhe të jetë sa më harmonik dhe organik me vendin dhe me jetesën që vendi duhet të përballojë në çdo pikpamje, në çdo nevojë, në çdo aspekt të problematikave që ajo sjell. Për sa i përket pjesës së dytë, mund t'ju them vetëm që unë jam vetë i lidhur shumë edhe historikisht, edhe shpirtërisht, po edhe themi nga pikpamja e aktiviteteve të mia gjatë jetës sime me protestën si institucion, edhe natyrisht që matem shumë, jam matur shumë në shumë prej daljeve të mia, duke folur shpesh edhe për si ne po analizojmë, si ne po reflektojmë në çdo aspekt për çfarë është e mundur dhe çfarë ne kuptojmë se është një mangësi komunikimi, çfarë është një mangësi ndoshta informacioni, çfarë është një mangësi ku diun, diku dialogu, diku dëgjese, diku një mos pjesëmarrje, diku një mos përfshirje, që ne të bëjmë ç'është e mundur që të bëjmë një, si themi, një proces vendimarrës në vend i cili të jetë natyrisht jo vetëm sa më i mirë për qytetarët tanë, por të jetë edhe sa më në standard për atë që është sa afërmi Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe mund të ketë momente që ne mund të jemi, si themi, më kritike edhe ndaj vetes, edhe nuk diskutohet që nuk e përjashtojmë të gjë. Nga ana tjetër që të themi në mënyrë të bethë dhe të papritur për një ngjarje, kushdo qoftë ajo ngjarje, që nisur nga diçka që ka ndodhur dhe që ishte e dënueshme, u trajtua dhe u adresua në mënyrë të menjëhershme nga shteti, që tani o të gjithë për tokë, o dorëheqje gjithë qeveria, o dorëheqje gjithkush, o dorëheqje nga i pari ke i fundit dhe të lëmë çdo gjë në mes dhe të secilit të heq dorë nga gjithçka, pa ditur se çfarë është ajo që propozohet, duket se është një situatë që kalon, kjo në radhë parë një kalon përtej mesi, si Blend kalon përtej mesi, ministër kalon përtej nesh, kjo është një gjë që nuk merr parasysh asnjë nga përgjegjësitë tona, ne mbartim shumë përgjegjësi karshi qytetarëve, karshi vendit, karshi një kontrate që ne përfaqësojmë këtu, ne nuk kemi vetëm vetvetja dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet që është në radhë parë një në respekt të vetë protestës si institucion,
që ne të sillemi me përgjegjësi ndaj gjithë atyre që na kanë votuar, pavarësisht se sa mund të jetë realisht ky numër sot, pavarësisht se sa dhe cila mund të jetë ndjeshmëria edhe e votuesve tan, dhe ne duhet të respektojmë shumë natyrisht vullnetin e të gjithë qytetarëve, sepse vetëm kështu mund të mendojmë që mund të kemi një rezultat akoma dhe më të mirë për atë që duhet ishte një reflektimi të gjithëve për atë që mund të ketë ndodhur, për atë që do kemi sfidë në çdo prej sektorëve që ne drejtojmë dhe nuk ka asnjë mundësi që të kemi dot një Shqipëri perfekte, befas, menjëherë dhe në kaq pak vite të një themi periudhe kur Partia Socialiste, kur kjo majorancë, kur shumë prej institucioneve që janë besuar Partisë Socialiste dhe të gjithë neve në mandatet e ndryshme, kanë kaluar dhe sfidat cilat ju i dini shumë mirë. Në mandatet që ne kemi kaluar, ne mund të themi me zë të lartë që kanë qenë të ndikuara dhe të kushtëzuara në mënyrë shumë të fortë, në mënyrë shumë të konsiderueshme dhe nga tërmetet që ne kaluam, po dhe nga pandemia. Kanë qenë vite e vite që ne jemi përpjekur që të superojmë, që të përballojmë një prej situatave nga më të vështira që bota ka kaluar. Shqipëria i ka superuar këtë situata, Shqipëria sot është në këmbë, Shqipëria sot është më mirë se kurrë më parë, por natyrisht ne e kuptojmë që pritshmëritë dhe niveli i lartë i kërkesës së qytetarëve tanë, që është dhe i yni, është shumë i lartë sot dhe niveli shumë i lartë i pritshmërisë natyrisht ndonjëherë nuk përputhet me realitetin, por kjo nuk do të thotë që ky nivel pritshmërie do të justifikonte gjithë anatemimin dhe gjithë, si themi, hedhjen poshtë gjithë shka e të bërë në këto vite, aq më pak në kuptimin që kjo qeveri dhe që në përgjithësi pra ky mandat dhe i sapo filluar dhe ne vim nga votimet e majit vitit 2025 më të konfirmuar se kur të mund të vihet në diskutim në këtë nivel. Ne kuptojmë pjesën emocionale, ne kuptojmë shumë mirë të gjithë ndjeshmërinë e qytetarëve, ne ndjekim çdo zhvillim në vend dhe do mundohemi shumë që të reagojmë në mënyrë si themi proporcionale në kuptimin e arsyes, por dhe në kuptimin e profesionalizmit dhe të përgjegjësive tona ndaj çdo prej pritshmërive të qytetarëve e cila është shprehur në këtë protestë për pjesën e mbar, për pjesën e mirë, për pjesën themi e çiltër, për pjesën e drejtë të kësaj proteste. Për pjesën tjetër pastaj të gjithë ne jemi të qartë që ujku mjegull do, kështu që në shumë prej këtyre situatave ka dhe plot mjegull dhe ku ka mjegull, natyrisht ka dhe përpjekje për ta shfrytzuar mjegullin për qëllime të tjera, të cilat ne besojmë që nuk janë të mirën e Shqipërisë. Por gjithë shqiptarët duhet të jenë bindur që Shqipëria qeveriset, që Shqipëria po qeveriset si asnjëherë më parë me një përpjekje dhe me një angazhim të jashtëzakonshëm dhe që Shqipëria nuk do të ngelet në mes katër rrugëve.